Shkon në Mekë, strehohet në Mekë. Pasi që strehohet në Mekë, njerëz e nxorrin prej shtëpisë dhe ja imponojnë mu bon khalif. Edhe pse ai nuk e din vetën se është i aftë për khalife, pat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu e përgatit për një natë. Për çka e përgatit? Komentin e këtij hadithi se Allahu e përmison për një natë, komenti i parë e përgatit Allahu për khalife për një çast, për një natë. Pra kjo është shenja tjetër që Imam Mehdiu nuk lip të bëhet krijetar. Nuk kërkon që bëhet khalif. Njerëz ja imponojnë mu bëhet khalif. Ja japin besatimin ku në qapë. E ka përshkujt pejgamberi Allah, cilin vend do tjetë Muhammed i biri Abdullah. Nga se një hadith pejgamberit ka thonë, do të vend një njeri prej familjes time, emri e ti janë sikur emri im, emri babës ti janë sikur emri babës tim. Kja Muhammed i biri Abdullah. Tha Muhammed i biri Abdullahut, kur që japin besatimin, pasi që të derë dhe gjak në Mina, bat luft për më bon khalife, aja strehu në qap, nuk preferon dhe nuk lip që të bat khalife, vin njerëzit dhe ja japin besatimin, duke qenë ajte guri zi qabës, pra mes me kamit Ibrahim dhe Ruknul Jemen, në këtë vend gjindet Muhammed i biri Abdullah. Ja japin njerëz, sa do t'jenë njerëz fillimit që japin besatim? Kush do t'jenë këto njerëz që ja japin besatim? Po përpish në tim ledhi hadithet e pejgamberit Allah që flasin këtë tematik, dini rivayet është se numri muslimanëve që ja japin besatimin si khalife, ta nuk ja te i kalon numrin e shokëve të pejgamberit Allahu që i kanë prezentu luftën e Bedrit. Pra 314 afërsisht. Dhe do qenë të topë që s'kan mundësi me mbrojt Muhammed i biri Abdullahun, dhe këto do t'jenë të streua në qapë. Pastaj vijon shenja me rëndësi, që i përderi sa nuk del kjo shenjë, ndorsa nuk e kena obligim në me shku me jadhon besatim. Pra mojen men këtë shenjë, e cila a finale në aspektin e besatimit të Imam Mehdiu. Kur ndëgjojnë këto mbretët zullumqtar, që si cili prej ti lufton të bëhet khalife, ndëgjojnë se një njeri në qapë, është treu në qapë, ka dalë, dhe besatimin ati ja kanë dhonë khalife valë, qka kanë me bëhet ato? Që dhe mërmej, për pos se me i shpall luft. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do tjetë një ushtri në një rivayet që vjen prej Shamit, e pregaditur me ushtri për ta luftu Muhammed i biri Abdullah pra Imam Mehdiu. Ku për ta luftu? Për ta luftu në Kabe. Thot pejgamberi Allah, feidha bil bejdai min al ard, ku qenë me një vend shkretim, thot, trafsh, juhsebu bi awalihim wa akhirim, i shafit toka krejt ushtri. Kja është shenja kryesore të Imam Mehdiu. Këtë nish se janë shafit një ushtri për ta luftu Muhammed i biri Abdullah, dije saksisht se kja është Imam Mehdiu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shafit toka të gjithë, përveç një apo dy. Pse një apo dy? Për me i dhonë interviz gazetarve se këka ka ndodhë me ushtriën që ka tentu të lufton Muhammed i biri Abdullah.